unë vi si një qytetare sot banore e Korçës, por që ushtroj profesionin tim, do me thënë në Bashkia Malish, në njësia Libonik si specialist inspektor tatimor. Kam ardhur sot këtu për të thënë që Bashkia Malish nuk duhet të shkrihet, sepse vetëm njësia ku jam unë në Libonik ka 15.000 banor. Si një agent tatimor në teren, e kam identifikuar çdo derë, do me thënë si taksa, duke mbledhur taksat, Bashkia Malish duhet të qëndroj bashki dhe jo vetëm si bashki, por Korça të shkrihet dhe të jetë Bashkia Malish. Do thoni ju pse? Kam ato timet, pastaj qeshni dhe zgërdhiuni ju të tjerët që jeni këtu. Më prisni të mbaroj fjalimin, pastaj mund të qeshni dhe të bëjmë dhe anti-replik. Me këtë doni ju, e kupton? Kur unë si një punonjëse administrate vi në posta këtu në Korçë dhe nuk e di pse nuk mund të sillem nga disa militante partia aty, nuk na shërbehet fare në posta në Korçë, e kupton? Sepse vim nga zona e Malishit, unë jam banore e Korçës, por vetëm punën e kam në Bashkia dhe në njësia Libonik. Nuk e kuptoj arsyen, sepse shikohemi Malishi, Bashkia Malish, njësia Libonik, pse shikohet në posta, nuk e dismarim asnjë shërbim, kanë disa punonjës atje, le që nuk të kthejmë përgjigje për çfarë, vem jo sinqerisht, por na shikojnë dhe na kërcënojnë, largoni, shkojnë në posta private. Nuk është funksioni bashkisë. Jo, s'ka lidhje. E kam në që si vajzë nga Drithasi, kam familjen akoma aktuale në Drithas, dhe nuk e di pse duhet të mos funksionoj Bashkia Malish. Për këtë jam më shumë këtu. Faleminderit. Tani mund të qesh një